Në një festival I cili me karakter garues për ta rezultoi suksesshëm duke u shpërblyer edhe me çmimin e koreografisë më të mirë. Kam kënaqësi që në studio të kem edhe kryetaren e ansamblit njëherit, Amra Demiri, përshëndetje. Dhe Dina Aslani, përshëndetje Dina. Antare e trojeve tona, besoj që shumë vite. Sa u bëndin? U bën 5-6 vite që jam. Ndërsa Amra si kryetare e ansamblit? Po, edhe unë që në fillimet njësoj me Dinën, por kryetare që është 3 vite, 2 vite, 2-3 vite. Tani, kur themi 5-6 vite, ndonjëherë na duken shumë, ndonjëherë na duken pak, por kur e krahasoj me arritjet edhe pjesëmarrjet e juaja, me të vërtet janë më shumë ndoshta se sa lejon edhe koha. Edhe kjo e gjitha mund të them fal për kushtimit edhe angazhimit tuaj. Si erdhi ftesa më thuaj? Jeni pjesë e këtij festivali edhe në fund të merrni këtë çmim. Po, ftesa si gjithë festivalet tjera, dhe më thonë ne marrim pjesë në për festivale, antarë, organizatorë I shohin pjesëmarrjet tona, performancat tona, dhe atëherë na vjen një ftesë, dhe më thonë një email apo një thirrje, varet se si dëshiron organizatori të kontaktohet me ne. Edhe kjo si gjitha ftesat tjera, ne vendosëm që ta bëjmë këtë organizim, dhe pse jo të shkom, ishte hera parë që ishim në Memali. Tani, Amra, kur vinë ftesat të tilla, a jeni gjithmonë gati, le të themi, si qëndroni ju me këto prova që jeni gati për pjesëmarrje? Po, të qëndron edhe problemi më I madh, që ti bashkosh njerëzit që të marrin pjesë dikon. Por këtë herë kemi bërë një numër të mirë të antarëve që kemi marrë pjesë edhe kanë qenë gjithë me plot dëshirë që me marrë pjesë. Kështu. Me çfarë jeni paraqitur, Dina? Cilat valle, këngë? Jemi paraqitur me vallën e Xhemiles, vallën e Flamurit, edhe po ashtu kena pasur edhe 2 këngë nga Amra, këngën e Xhexhefit edhe nga Lart Markashi. Të paraqitesh me një program goxha të pasur. 2 këngë, 2 valle apo 3, le të themi një aktivitet I cili është I ngjeshur. Për ju si shkon kjo përzgjedhja edhe që plotësohet le të themi gjithë programi juaj? Po, domethënë organizatori na tregon neve një minutazh, këtë herë me besoj që ka qenë deri në 15 minuta, ne shkuam deri ka 12 që as shumë as pak jemi kamidisi. Dhe gjithmonë mundohna që ta pasurojmë këtë prezantimin ton edhe me këngë edhe me valle. Shumica e folkloreve apo grupeve atje ishin më tepër me këngë polifonike, që dihet që janë edhe tradite e Shqipërisë, jona, por ne vendosim domethënë edhe këngë edhe valle, që ta pasurojmë pak më tepër. Tregojmë sa më shumë që të mund na bëj vendit ton. E bukura besoj se është edhe paraqitja që shkon nga moshat e reja deri tek ato le të themi artistë që ju I keni tashmë pjesë të trojeve tona në një moshë edhe më të madhe. Si erdhi ky gërshëtimi? Si po e gjeni vetën në këtë kombinimin të rinjtë dhe më të mëdhenjt? Thoni pak. Për mu është shumë e rëndësishme kjo pjesë, më thënë mbështetja e dikujt që ka pak më tepër eksperiencë, që ka pasur edhe më herët organizimet e tilla, grupet e tilla. Kemi Denzenelin, Hayredin Velishin, Shefqet Lucën, Zanën, Holla Sarvan, po. Edhe duhet ta cek edhe doktor Bebi Çoben, sepse ai shpesh herë mundohet të marrë pjesë edhe pse ka punën e tij, por mendoj që është shumë e rëndësishme dhe gërshëtimi mes nesh është si të jenë edhe ata moshatarë tonë, domethënë është një harmoni vërtet e mirë. Dina, si ishte paraqitja juaj? E pritët si grup le të themi që do të merrni një çmim? Pritshmërit I kemi pasur, sepse kemi punuar shumë për këtë festival dhe ja kemi dalur në mënyrën më të mirë të mundshme. Në mesin e sa garuesve, nëse mund të them kështu, sa pjesëmarrës? Po, festivali ishte 2 net dhe secilën natë janë paraqitur nga 13 grupe. Besoj, domethënë 26 grupe nga gjitha trojet shqiptare, Kosovë, Shqipëri, këta si na që jena pi Malit Zi, prej ka pasur edhe besoj edhe nga Serbia nuk e di, Shqipëri, shqiptarët. Do të thotë të gjithë shqiptarët nga gjitha Po, janë munduar gjithmonë që të marrin sa më shumë grupe. Si ishte ai momenti kur u ndan çmimet? Për ju? Momenti ishim shumë në tension sepse a do fitonim, as do fitonim, por momenti kur kena ndëgjuar emrin ton ka qenë një kënaqësi shumë e madhe për neve. Dhe jemi gëzuar. Në fakt ka qenë edhe orët 12 orë, sepse ka zgjatur shumë gjatë festivali, se pas festivalit ka pasur edhe këngëtarë të vendit që kanë. Por pritja ka mbërë se kemi ardhur me një çmim.
A është, le të themi, një mundësi që ju dhe të krijonin lidhje pjesëmarrje në festivale të tilla? Po, besoj që po, është një mundësi e mirë që Po, si edhe me organizatorë që me marrë pjesë në festivale tjerë, po edhe me antarë të folkloreve tjera, gjithmonë e gjemë vetën bëjmë një shoqëri të mirë. Na bashkon kënga. Këtu doja të dilja dhe të pyesja, si po qëndron me këngën? Sa po vazhdon kjo lidhja jote? Studimet, shkollimet edhe kënga përsëri mbetet aty? Mbetet kënga si pjesë shumë e rëndësishme e imja, por duket edhe mundan, nuk mundet njeriu të ndahet me gjithçka, domethënë jam përkushtuar më tepër një herë me kry fakultetin, kështu që në vazhdim do shohim. Dina, vallja për ty? Vallja për mua është diçka që e mendon edhe shumë gjatë? Shumë e rëndësishme, besoj që po, sepse kam shumë e qejf dhe më pëlqen ta bëj, dhe besoj që edhe për shumë vite do vazhdoj ta bëj prapë. Kur jeni në skenë brenda Ulqinit edhe kur dilni jashtë, për ju ku është ndryshimi edhe emocioni ndoshta më ndryshe? Tregoni të dyja pak. Me shumë emocion është edhe kur kërcejmë për shembull në Ulqin ose në vendet tona, sepse duam që ta shfaqim talentin tonë dhe ta shfaqim në mënyrë sa më të mirë të mundshme dhe të japim edhe një impresionim të bukur te ata, të cilët na përkrahin në hapat tonë. Gjithmonë paraqitja në Ulqin është për mendimin tim është pak më janë gjithë njerëzit që ju njohin. Sepse gjithë na njohin, ai është problemi. Ndërsa atje jemi të lirshëm, por gjithmonë e kemi atë, edhe pse ka qenë konkurrues ky festival, gjithmonë më të rëndësishme e kemi na, mos ta gabojmë atë vallën tonë. Si ka qenë 2026, këto muajt deri tani në korrik, të ngjeshura me aktivitete? Po, kemi pasur edhe një festival tjetër, por nuk ka qenë garues, kemi qenë në Vlorë, dhe pastaj kemi pasur këtu në Memalijaj. Kemi pasur edhe në Ulqin. Edhe në Ulqin kemi pasur. Të shumta, por to kanë qenë jashtë vendit. Vera për ju si është? Pushim, punë, sa i përket trojeve tona? Vera për ne një herë është pushim, pastaj në shtator fillon përsëri me provat edhe me garet e tjera. Këtë herë shpresojmë që ta zgjerojmë pak me antar më të ri, se ka nevojë për një frim. Vetëm na kanë ardhur një 3 antar të ri dhe folklori jon versaliane po zgjerohet. Mirë, me që jemi këtu, cila mosh, le të themi, mund të ofrohet, paraqitet? Të gjitha moshat. Gjitha moshat duke fillu 12 vjeçar, ja, më pak, më 10 vjeçar më duke të kena më të vogël. Ka ardhur disa antar. 15, 13 kështu. Po deri tek këto më të moshuarit. Çfarë do ju thonj? Do të thoshit ju, ndoshta dikush që na ndjek edhe ka dëshirë dhe pasion muzikën popullore, vallën, traditën tonë. Pse duhet jetë pjesë e trojeve tona? Nëse i pëlqejnë aktivitetet edhe i pëlqen kërcimi, të shoqënohet me njerëz të rinj, pse jo të mos marr pjesë në trojet tona. Gjithmonë është një shoqëri shumë e mirë, mendoj unë, një familje shumë të ngushtë dhe jemi si familje në mes vetë. Çdo kur që vjenesh me një herë i afruar në atë kuptim. Jemi në rregull me ruajtjen e kostumeve, le të themi e gjeni këtë përkrahin që edhe nëse ju mungon diçka ta merrni ndoshta edhe nga familjar. Po, mirë është që kemi familjar që i kanë këto kostume nënat tona, kështu që çdo gjë që na mungon mund edhe ta gjejmë, ta kompletojmë me një. E kompletojmë njëri tjetrin. Cili është, le të themi, momenti më i bukur për ju gjatë këtyre viteve me trojet tona? Thoni pak. Momenti tash na vjen një shumë të vështirë. Është vështirë të përzihen. Çdo pjesëmarrje ku marrim pjesë ka atë kënaqësinë e vet edhe vendin e vet, por mundem i veçu në Turqi kur kena kanë edhe në Austri kanë një ndër koncertet më të bukura që na kemi bërë. Po, e vërtet. Më të veçantë, shumë e vërtet. Do të thotë keni marrë rrugë të largëta. Po. Kjo është arritje dhe sukses. Mirë, e mbyllim sezonin paraveror tani me Shqipërinë edhe me këtë festival. Unë ju dëshiroj shumë suksese në vazhdimsi edhe le të themi nga shtatori dhe tetori kur fillojnë. Vallet e reja do të jenë pjesë e juaja, cila është ajo vallë ndoshta që ju ruani më me fanatizëm që duhet jetë pjesë e trojeve tona gjithmonë. Çfarë më thoni? Vallja Xhemiles është ajo që neve na karakterizon gjithmonë, por jemi të hapur edhe për valle të tjera që shpresoj që do të ndihmojmë që do një koreografi e re. Po. Pse jo?
Suksese, vajza. Faleminderit. Faleminderit shumë, Messi.